Përshëndetje, sot do t'ju tregoj recetën e gjyveqit me mish cjapi në tavë. Përbërësit që na duhen janë pak vaj për mi fërgu, ujë, mish cjapi 1 kg e gjys, mundre me përdorë çfarë do mishi tjetër, viçi apo kingji, mirë kishen me qenë me asht, 1 kg domate, unë kom këtu domate që i kom pas në frezë, coptume të qirume, ju mundre me përdorë edhe të fresta apo të konzervume, 500 g qep, pastrume të coptume, 200 g oriz, apo 1 gotë, kryp, biber të kuq, spec edhe biber të zi. E ndezim zjarmin, qesim vaj, edhe ja qesim 500 g qep edhe i fërkojmë derisa të skuqen. Tash qepa u skuq, ja qesim mishin. Edhe skuqim pakës me qep bashkë. Të qesim edhe pjesën tjetër të mishit. Edhe përgojmë e i përzim të e bashkë. Të qesim kryp i qitni sipas dëshirës, e provoni. Unë për momentin të ja qes 1 lugë të ushqimit kryp, edhe biber të zi, 1 lugë të ushqimit, e ma vonë çka nevoj mishtu i shtojmë. Edhe 1 lugë spec të kuq pluhun, edhe përzim krejt bashkë. Tash i qesim 1 kg tomate coptume pastrume, edhe ja shtojmë ujin derisa të mbulohet mishi. Edhe lejmë kështu me zi një 1 orë, e mshelim me kapak, edhe lejmë me zi. Ku pas kohe e kontrolloni, e përzini, kështu mos ka nevojë mishtu ujë, edhe vazhdoni me zimje. Tash 1 orë e 10 minuta gjyveqi po zin, edhe e mshelim zjarmin. Mënyra e vetme me ditë mishi a është i zimun është me provu, kështu që e provoni dhe tash është momenti nëse doni mishtu kryp, e provoni edhe shtoni edhe kryp, edhe ja fillojmë me i qesim në tavë. Para se me qitë në tavë, ndezim njëherë furën e ndezim maksimum, edhe e marim një tavë pak ma thellë, edhe qesim orizin, orizi është i lamun, edhe fillojmë qesim njëherë mishin. Vazhdojmë qesim lankun. Do thot, këtu kemi mishtu në gjys litre ujë, edhe tash është gati me hy në furrë. Në furrë merr diku në gjys ore derisa të zihet orizi edhe të avullohet pak shteret uji.
Tash 20 minuta kam kalu për e këqyrim tavën. Edhe mishi për e rrëthon. Që orizja ka fillu me sput. Sot e kthejmë këtë mishin që është për misi përfaqe që mos me u djeg. Ai tjetri që është brenda të e lëni, s'ka nevoj me kthy. Sot e kthejmë edhe 10 minuta dhe mshelim furën. Tash 10 minuta u krym për mshelim furën. Kjo ishte receta e gjuveqit me mish capi në tavë. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.